Këta këmë ja dhuru kujdestares. Fjala nën, sa e fshehtë është. Së di që shme përshkru veç patës kësha mujtë me bo kur gjohë. Do me thone kam si shoqet ngurë si nanë, si edhe më knaqë edhe më dënu kiti bëm për një herë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë. Si po kalon? Mirë. Po shojmë një lule. Po. Në praktë të marsit sot, kujt këtë lule do t'ja dhuron? Këta këmë ja dhuru kujdestares, e kena bo plan kitë klasa, mja bo gati do lule edhe të dhurata tjera, edhe qëtash edhe pak këmë ja që. Si kujdestarja çfarë zanë të mirë, kujtet shumë. Mas shumë ti, kur ai dhuron lule për kujdestares? Nanës, s'kom tjetër na i ka nanës. Nanës në vetme se cila është pa kusht, dashuri. Po. Andrigon, çfarë kuptimi ka për ty 8 marsi? 8 marsi është, na ma shumë e marim si dita e nënës, ama ne marrë edhe për ditën e gras, po ato në familje tonë nuk është që përdorim fërë se të na pak me rëndësi e nana, se sa na tjerë që jena halot vegjel, kështu që për mu për momentin është vishë dita e nanës, ama normal kuptoj që s'bën mi harru edhe gratë. Çfarë kuptimi ka për ty fjala nën, sa e fshehtë është? Na përshkruaj pak. Së di që shme përshkru veç patës kësha mujtë me bo kur gjohë. Do me thone kam si shoqet ngurë si nanë, si edhe më knaqë edhe më dënu kiti bëm për një herë. Po. Po e thot këto me sinqeritet, po e thot këto. Një vajzë e re, më pëlqen shumë që ta për këtë mendim. A ndonjëherë që ta lënë këshilla që keni marrë ju si vajzë e re prej nanës? Këza shumë këshilla më kanë jep, po s'po di, zakonisht më kanë thonë që për shembull kur bën dikush gabime, është në rregull me bo gabime, po veç mos me i përsërit. S'po di çka tjetër, zakonisht prindët më kanë shpjegu pe eksperiencave tyne kur janë kontri, çka kanë gabu ata që unë pak me pas një farë si me ditë çka ndodh nëse bëjnë ai sen çka do, edhe çato zakonisht më kanë met më shumë kry se e kom vret çka janë pasojat e gjithçkafit. Në këtë rrugtim të jetës tonë, si fëmijë, si adolescent, shumica e prindëve kemi pa mundi keq, ndoshta, a ka ndonjëherë që ki lëndu pa dashje? Po, këta ka ndodh, veç se unë në familjen tonë kena humorin pak ma të artë, e tani ka njëherë të bo hajgare nështë zdina kur më nale i lëndojna një tjetërin, po se që e marrë ma shtu shumë personale, nuk është që najherë dhe ne kena bo te për mos mi folë një tjetërit të najsan. Ideo që nëna jote, një kërkim falje, që e kështë bë publikisht sot, cila të këshej? Një kërkim falje? Shfakt me nona. S'po dini shta pak që jem këgja e lasdrume, kërkoj falje për qatë tanë se tani i bjen këty në tanë kur më merë me mu, që ato, s'u di qka tjetër. Ku falje? Po i kësha kërku falje se më dhimën këgja për qatë tanë. S'kam në kësan tjetër. Përgjithsi, po i doj ke lullet, po i dojroj ke lullet. Ty, a kështë pas dëshirë dikush më të bo lullet, më të dëru lullet? Për momentin s'kam nevoj, në shta kur të rritna, po qëtash mirë jem pa to. Se që një femrore i don lullet, përgjithsi. Po, gjithë këto thohen, kështu që sëfërt në isen, për mu personalisht nuk kom do këtë shumë, kështu kësha pas qef me jap lule, po njëherë nuk kom vynë, s'kom ka i lohu. Po flasë me i periud pak ma gjatë jetës tonë. Po besoj që po. Ka shumë prej atyre që vetëm gjatë një viti e dhurojnë lule, mirë po gjatë ditë e tjera si dhurojnë. Ajo nuk kom do këtë që javlin. Nëse s'kem ja dhuru për asë një arsye pse mi ja dhuru për qato festa që vinë ku është e parapame me ble lule, aty pak s'është najsan speciale, është vishë diçka që ty do këtë si obligim. Nëse e ki si obligim, s'ki nevoj heq, vishë mos e bë heq. Ishte shumë kënaqësi. Të uroj më të mirat, suksese në jetë, faleminderit. Shumë faleminderit.